Ajo ka qenë nënë dhe mësuese për shumë fëmijë jetim, të cilët tashmë janë bërë vetë prindër dhe gjyshër. Në shtëpinë e Aneta Shuteriqit, që në orët e para të mëngjesit ka tingëlluar zilja e telefonit. Alo? Jorgoja? Faleminderit shumë, Jorgo. Je I pa harru mi zemrës teme. Ti vjen shpesh më shef mu. Me gjithë si kanë kalu shumë vite. Unë të du shumë. Ty edhe velen tome. Mi pa që me jetë. Faleminderit. Shumë faleminderit. Ti ju shumë madhe. Shumë kujtime të bukra tjetës tonë. Gjithë mira të rëmë. Shnet e jetë. E kanë uruar të gjithë. Luigiana Mloja, Jorgo Meçe, Ferhat Cakaj, Vera Çumani, si dhe kolegja e saj Emili Çano, që sot është 90 vjeçe. Aneta nuk ka njohur adoleshencë, pasi që pa mbushur 17 vjeç që u përkushtua të vegjëlve jetim. Kujtosh jetimin a gjaj madhe shumë. Tham drejten kur vdesin shumë babavare, nëna shkojnë vdekje. Nuk qaj shumë për ato, qaj për fëmijët ku I kanë lënë. Kush do t'i shikojnë ato fëmijë. Kam fillu punë për herë të parë në shtëpinë e fëmijës shkollore të Shkodrës. U gërmëdhun gjithë jetimat e Shqipërisë, 45 ku ishin e ku s'ishin. Aty mbrend kishin fëmijë të luftës nacional çlirimtare, të viktimave të luftës, fëmijë të gjaqeve, fëmijë të prindve të poshkatuar nga regjimi. Për të gjithë ishte një kujdes I veçantë, pa asnjë lloj ambicjet, apo shtreset, apo çfarë të thush. Fëmijët e rritur nga Aneta I kushtuan dhe një film si gjithë të tjerat. Aneta dhe kolegët e saj kanë punuar me shumë përkushtim dhe jetimve ju është kushtuar shumë vëmendje në atë kohë, ndërsa sot është turp të jesh jetim. Janë bërë njerëz shumë të mirë familjar, të ditur për të gjitha. Pra me nga kam modhë dhe shumë dashuri për ta. Këj kontingent I viteve 25, 26, 27, 28 ka qenë një nërim e 50, një nërim I madh I Shqipërisë tonë me këta fëmijë. Edhe ishte nërim kur thoshin jena fëmijët e shtëpisë fëmijës. Kurse sot është krim kur thot jam fëmijë I shtëpisë fëmijës. Se është fëmijë në rrugash. Nuk di se që banej personel atje. Pse nuk I përkushtohet këtyne fëmijëve? Pse nuk I fusin gjë? Zgjavin mësues ko janë më të mirë. Me vjen shumë keq që Ministria e Arsimit duket se stigja ka hjek dorë për edukimit të fëmijëve. Kujdesit social, se qa thojnë, aty duhet jenë Ministria e Arsimit. Të qohet njeri jetimit, shkojnë vend baras me fëmijët e familjeve, gjithave. Se është familja, pa një familje e madhe. Atëherë në shtëpinë e fëmijës punoi ore pa orë. Ajo kujton se kthei her pas here në jetimore për të parë fëmijët, që ajo vazhdimisht I quan të saj. Si flejnë fëmija, a janë të mirë, a janë në njerin që ashtë lanë me 37,5 temperaturën, si e këpaj në rysë natën. Më thëmë, ju paka shumë në këta jetim keni qenë edhe nën, edhe mësuese? Edhe nën, edhe mësuese. Edhe edukatore, edhe motër, edhe gjyshe, që të thëmë si pas raporteve të moshtëve. Ikshe, në shifshe janë atje apo thjonë, edhe rrishe e qetë. Si nana që ndjek fëmina, është apo s'është aty. Ata më doshin me shpirt. Shtëpia fëmis nuk ka orar, do t'i përkushtohesh që kam pas djalin, e harroje djalin. Fëmin të më harroje për hatër tyne. Unë për natë gati mërë që ka I fëmi shpi fëmijet në shpi teme. Po, I mërë që hajde një thoshe, ata që menshin, ke do mërë drejtoresha sot ti. Me rraldo jo mërë, nuk jo mërë prej, se s'kam ko jo qaj, po ka një. Kujtimet e saj janë të pafundme. Anetës u mirëbesua dhe rritja 8 fëmijëve afrikan. Ata erdhën nga Toulouse e Francës, ku ishin strehuar pasi prindrit ju vranë gjatë revolucionit. Ata ishin nga Kameruni, Kongoja, Huanda. Toulouse, Francës. Se këto rrishin në migracion këto fëmijë. 4 fëmijë kanë qenë fëmijët e Ofana, Ofendes.
revolucionarit më të madhit të Kamerunit, që i kanë prej kokën, edhe ja kanë qu heqësit madh të atyne. I ka diftu vetë ja këtë histori dhisa. Tha i kam pas 2 fëmijët e parë në Rusi, dhe ka bërë tonë partit nërkombëtare, kanë bërë nami, dirsa i vovën fëmijët, i hoqën, s'doshen i lanë ma në Rusi. Dhe më thane, në qëfar shtetit i dënë fëmijë? Mu paraqiten shumë shtetet, sigurisht, të majta të socializmi. Unë zgova Shqipërinë e vogël, Shqipërinë këtë. Kjo ishte dëshira jeme, në Jugoslavi nuk i doja, se shkuna dhe disa në Jugoslavi, unë thash dhe i qojnë Shqipëri. Këto ishin kamerunesk të 4 që të flasën, kurse këta kanë qenë nga Kongoja Kiselësha, nga Uganda, po të gjithë një revolucionarsh, të më dhej shumë. Qam ka marrë mami për ta, ku do jenë, kanë shku këta fëmijë. Kush kujdeset për ta, janë as janë. Kanë thonë për Alisën që ka qohu, i thonë. Nuk e di, a thu ka qohu, se besaj. Se njerin e kam vorreza këtu, e morën duket. Se vdiq njeri, student, ishte mjekësi. Aneta kujton se ka qenë e kursyer për dhënien e fëmijëve për birësim, pasi donte që të rriteshin sa më mirë. Vjeri diti gru, cilës i kishte vdek djali vete. Ishte shumë e mjerume, si nana që humë fëmijën. Edhe më thonë, drejtoresh kam dëshirë të zemrës, me adaptu i fëmijë nga shtëpia fëmijës. I thamë në gjë, me mu banan të ashti për 2 herë kur ti je shumë e vera me shpirtnisht, është një gjë shumë e madhe, se ky fëmijë që do të merr shtet, të bash nanë e këtij, ky do të lehtësojnë plagën. Do të jesh më e qetë, më e lumtur, se do të kesh angazhim për fëmijën. Po, mirë thash, edhe unë do të pyes se kush je ti? Do pyes mirë. Po a mu mjefton të jef, po do me të pyet në grimcë, në thelpsi, kush je, si, a mund t'i përgjigjesh fëmijës se apo jo? Do vish thash ma vonë, në jave të 2, edhe ke bërë. Gjatë kohës me mëva, ishe i fëmijë, Petrika, e doje shumë. Jena për fëmijën kësaj unë. Mori madhe për fëmijën, thamë drejten, edhe shkoj, e shaf fëmijën. E shaf fëmijën të prejnë, jo ma të gëzim që më kishtë në shpinë e fëmijës. Edhe i thamë, po, si ashtë ke nona Petrika, atë do shumë. Qa ban me nanën ti? Me thotë, kja nana, drejtoresh, me vend të fotografia në djalit, edhe me thotë, ullo, të lutena për djalin tim. Qa të ban? Po për ditë e ban këtë punë? Për ditë, drejtoresha, për ditë, këshëm ban kja mu. Mu ullë të nërgjoj, edhe i luten kësaj fotografia, sepse me thotë kja nana këtu. A nuk të pëlqen edhe e këto ty, Petrika? Tha, unë nuk du drejtoresh. Si me thonë, po rrit ashti, me ndërgjit, se fëmija flet shumë, mija flet edhe me ftyrë. Mendimet i ka si i madhi, po tremet, e nuk i qëtë tana për i heri. Si përfundim, i thamë unë asaj, ti i banon për 2 herë, po tha. Po si ma këtë trajton djalin ti mu kështu? Po djali ka me të sjell gëzim shpiti. Jo me të dëshpërua me ba me këthy gjendjen shpirtnore të djalit. A din qa me i ban djalit ti mu? Qa tha? Ti ma ban, o katil. O se dash njeri. O ma ban dvujton shumë që t'jem i në nështrumi i gjithë kuj. Unë nuk i kam fëmijë kështu. Unë fëmijë do t'a marrë. Qështë do t'a marrë se s'ban. Fëmijë është i jemi e marrë unë fëmijë. Shumë fëmijë legal të jetimores nuk ishin biemër, kur momentet më të dhimbshme ka qenë atëherë, kur sapo u emërua drejtoresha e jetimores e Elbasanit. Fëmijët ishin rreshtuar, të gjithë dukeshin vajza. Shkoj unë
Hi mes fëmijëve drejtoresha, është ardhi drejtoresha edhe çfarë jeti? Gocë, puti, gocë, puti, gocë. Sepse veshjen e kishin gjithë me fustane. E të mërshme. Me ra, sa gjë. Që me ba? Flasë në magazinë, ku është fut në magazinë të shof veshmafjen e fëmijëve. Ta në fustane. Kishte me i palë pantallona, po. Si me thamë, kishin me si antike. Pse kjo gjendje kështu? Mia duhet din të dallojnë kusha djali, kusha vajza. Kështu kanë pasë drejtorisha tjera. Si më kanë pasë kështu? Me shumë mundime, sigurisht. Arrita mu bafë, mi vesh fëmijë. Djelm, vajzat, djelm me i qef, vajzat mi lanë flok, mi bledhe fjongë, mi vunë kokë, që të zbukurohet si vajzë. Vajza e djali, serios si që ka një djalit me qenë, trimërash gjithmonë mashkulli superior. Fëmijët e rritur nga Aneta i kanë kushtuar asaj tregime dhe libra, si ai Jam biri popullit tim, i cili më pas u bë dhe film, pikërisht ai me titull si gjithë të tjerët, ku aktoria Tinka Kurti luan rolin e Anetës. Akoma me gjysmë zemër e ka. I kam dhënë një dajak të fora ditë. Hemër ti.